Të jetosh me një rrogë në emigrim është e vështirë, sidomos në ditët e sotme. Është thjesht një sakrificë e vazhdueshme dhe kupton që po mbijeton dhe nuk po jeton. Para 3 vitesh vendosa të besoj në një alternativë, vendosa të punoj nga shtëpia dhe jam me të vërtetë e lumtur që e zgjodha dhe pse në fillim nuk kisha besim, e dija mashtrim dhe në fakt u regjistrova vetëm për t'i vërtetuar vetes që e tillë ishte, vendosa ta provoja. Nuk ka qenë e lehtë, por sot më lejon një ekstra çdo muaj. Është me të vërtetë një super mundësi dhe pse mos të përfitosh kur kjo mundësi të ofrohet komplet falas, sepse regjistrimi është falas dhe nuk të duhet të blesh një kit hyrës, blerja e produkteve është me dëshirën tënde, normale do kesh një dyqanin tënd online, pse mos ta provosh këtë mundësi biznesi kur të ofrohet pa investime. Ne bashkëpunojmë në mbar Europën, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe kemi me të vërtetë shumë vajza, shumë nëna që po fitojnë nga kjo punë. Dikush e ka punë të parë, dikush e ka punë të dytë, dikush e ka punë të tretë.